Për të folur mbi këto reagime për plasje në distancë mes Tiranës dhe Beogradit, kam të ftuar në program analistin Ben Andoni. Andoni, përshëndetje. Përshëndetje dhe mirësoj që. Ka pasoja kjo përplasje në distancë? Ta nisim nga kjo. Jo, nuk besoj. Nuk besoj dhe do doja që Tirana mos të peshkohet nga deklaratat e autoriteteve serbe, por e vlerësojnë në një farë mënyre përgjigjen që ka dhënë kryeministri Rama dhe ministri i Jashtëm. Paçka që në ditët e fundit ka një lloj paragjykimi të çdo gjëje që bën Tirana zyrtare, mendoj që kthimi i përgjigjes nga ministri i Jashtëm, pastaj nga kryeministri i vendit dhe pastaj sërish nga ministri i Jashtëm, mendoj se është e durë. Por duhet kemi parasysh dhe diçka. Serbia po kërkon gjithmonë më shumë të shmangë vëmendje nga, të themi, nga burimet e saj, problemet e saj, dhe t'i zhvendosin në gjëra që duken si periferike, por që tregojnë hapur që ata nuk kanë ndryshuar asnjë lloj qëndrimi për Kosovën. Pra në këtë sens po ju them që e vlerësoj qëndrimin e Tiranës zyrtare dhe kanë bërë shumë mirë që i kanë kujtuar dhe diçka serbe, që nëse një gjë e tillë do bëj për kalimin nga vende të tjera, devijimet të ujrave në drejt territorit serb, Tirana zyrtare do reagonte në favor të tyre. Por të kemi parasysh diçka, ka një anomali shumë të madhe. Dhe anomalia lidhet kryesisht me perceptimin e konventave ndërkombëtare. Të them një element, Serbia është që në vitin 2013 ka nënshkruar për konventën e ujrave, dhe kjo e bën që të jetë obliguar për gjithçka, për çdo precedent dhe pasojë që lidhen me këtë. Dhe është nga vendet e para që ka ratifikuar konventën e ujrave që lidhet me OKB. Të them dhe një element tjetër, Tirana zyrtare dhe ish Jugosllavia e dikushme, po kuptohet tani nuk ekziston me ish Jugosllavia, ka pasur marrëdhënie të jashtëzakonshme për sa i përket ujrave. Ne kemi pas një komitet të përbashkët, i cili merret me administrimin e ujrave. Ju e dini që Drini aso kohë, Drini ju e dini që vjen nga liçeni i Ohrit dhe një pjesë vjen nga Kosova dhe bashkohet në Kukës. Po ne kishim marrëdhënie jashtëzakonisht korrekte dhe në ashpërsimin më të madh politik me Serbi. Atëherë, pse këto deklaratat Vučić, duke marrë parasysh që nuk dim nëse ka vërtet një plan konkret për rrjedhën e Ibrit, ose jo? Sepse, siç u thash pak më përpara, zoti Vučić po përgatitet me të gjitha bateritë tashmë që të kalojë nga pozicioni i presidentit që është në pozicionin e kryeministrit të vendit. Dhe ju e dini që Serbia në vjesht do ketë zgjedhjet për kryeministër dhe pastaj në pranverën e ardhshme do ketë zgjedhjet për president. Dhe Vučići duhet të vijë me kredenciale sa më të mëdha patriotike për të mbajtur gjallë pjesën nacionaliste serbe, që më vjen keq të them që sot nuk i funksionon aq shumë. Sepse serbët, po ta shikoni me kujdes, po kërkojnë më shumë pjesën demokratike dhe pjesën ekonomike, se sa pjesën nacionaliste, paçka se studentët nuk i shpëtojnë dot narrativave nacionaliste. Ministri i Jashtëm serb tha, le t'i surprizojmë të gjithë pozitivisht dhe të gjejmë më shumë mënyra për të kapërcyer dallimet tona. Pra, sado e nxehtë tjetë në hapat e parë deklarata nga ana e Beogradit, duket se ka dhe një kthes. Pra, vjen një moment që duket se zbuten, duke marrë parasysh dhe këto fjalë që edhe zoti Ferit Hoxha u kap pas tyre dhe tha, këtu të qëndrojmë të dy palët. Keni parasysh një element që zoti Gjurić në vitet e fundit është bërë diplomat i mirë, të themi. Por ne mbajmë mend zotin Gjurić kur kryesonte pjesën e kryesuesit të zyrës për tash të quajtur Kosovë me Tohiqe. Zyra e posaçme në qeverinë serbe, po. Dhe ka qenë një nga personazhet më problematik
këtë marrëdhënie. Ka qenë aq i tillë, domethënë, sa ju e dini fundin, që përfundoi arrestuar nga forcat e sigurisë së Kosovës, pa çka se personalisht nuk më ka pëlqyer mënyra e arrestimit të tij, pa çka se gjurit kishte kaluar çdo lloj protokolli të duhur. Por keni parasysh që ka qenë ambasadori i Republikës së Serbisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka qenë njeri dhe është njeri që globon jashtëzakonisht shumë në Amerikë. Është njeri që ka fituar shumë nga diplomacia, nga verbi diplomatik. Dhe prandaj kjo deklarata e tij e fundit është pjesë e profesionalizmit të tij, po jo pjesë të themi e mentalitetit të tyre. Dhe mentaliteti i tyre është për të sjellë sa më shumë probleme Kosovës. Dhe Kosova nuk ka vend më të afër se sa Shqipëria për ta ndihmuar në momente të tilla, sepse vendet e tjera pa çka që do i kërkojnë që të respektohet konventa ku ata janë pjesë, por gjithsesi janë indiferent sepse nuk është se i prek hapësirat e tyre. Doja që Kosova të kishte krijuar institucionet e veta dhe tashmë këtë të drejtë ta kërkonte nga pjesa institucionale. Por keni parasysh që për liçenin e Ujmanit ka probleme shumë të mëdha ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, sepse dua të ndaj një element me ju. Republika e Serbisë, kur është ndarë ish Jugosllavia, ka marrë në kurriz të gjitha pasojat e shpërbërjes së ish Jugosllavisë, që do të thotë pagesën e borxheve, trajtimin e të themi pasurive të ish Jugosllavisë e të tjera. Dhe në këtë sens, Kosova duhet ishte shumë e kujdesshme që të paktën për ato që lidhesh me Ujmanin, mos t'ja linte Serbisë, po të merrte edhe ajo pjesën e vet të detyrimeve, se Ujmani ju e dini që ndahet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, po Ujmani për Kosovën është gati jetik, sepse përdoret për ujë të pishëm, përdoret për vaditje, përdoret për ftojen e impianteve të tyre kryesore që janë për energjinë, e tjera. Prandaj problemi është pak i komplikuar, por do doja që pala shqiptare mos të peshkojë. Ndërkohë që, po ju them dhe një herë tjetër, e vlerësoj reagimin e Tiranës, sepse gjithsesi tregon që jemi të vëmendshëm, gjithsesi tregon që jemi institucional. Pa çka se tani çdo gjë që ne themi pro qëndrimit ton zyrtar duket pak sikur mbron vetëm zotin Rama, domethënë. Po nga Beogradi, Andoni, erdhi edhe një tjetër deklarat, më herët se sa këto të djeshmet dhe të sotmet, nga presidenti i Ukrainës. Zhvillon vizitën e tij të parë zyrtare atje ai, dhe lëshon disa deklarata që nuk përbënin lajm në vetvete, sepse di qëndrimi i Ukrainës, por ama risollin në vëmendje atë paradoksin nga këndvështrimi i Ukrainës, një vend në agresionin e Rusisë, por që rithekson këtë qëndrim për Kosovën dhe pavarësinë e saj. Dua t'ju komplimentoj për këtë, sepse keni kapur thelbin, që nuk është asgjë e re. E re është reagimi që bëhet në Tiranë dhe në Prishtinë. Dhe kjo na mësoi diçka të madhe dhe ju besoj tani si gazetarë që po fitoni përvojë të madhe, duhet ta kuptoni që në marrëdhënie diplomatike jo thjesht duhet kesh një verb diplomatik, por nuk duhet të shtyesh më shumë në pjesën të themi të përkrajes ose të pjesës së dukjes, siç e ka bërë Tirana zyrtare për Ukrainën, ose garës që kanë bërë zyrtarët shqiptarë, nga kryeministri i vendit, dhe ish kryetarja e kuvendit zonja Spiropali dhe tjerët, kush të tregonte afrimitetin më të madh me Ukrainën. Patjetër Tirana zyrtare ka bërë shumë mirë që e ka mbrojtur sensin e pavarësisë së Ukrainës. Por se Tirana zyrtare, për shkak të hapësirës, për shkak të vendit që ne kemi në skakierën ndërkombëtare, për shkak të politikës sonë që sa e aftër që mund të ndryshojë diçka, duhet të ishim shumë të kujdesshëm dhe nuk duhet ta teprone në sensin e kësaj ngazëllime, sepse na erdhi pastaj
kjo pjesa normale e tyre që ju e thatë shumë mirë, nuk ka asgjë të re, e cila na bëri të trandeshim dhe na tregonte që jo vetëm jemi të vegjël, jo vetëm jemi të ndonjë interesi jo të madh për ta, por jemi dhe gati të papërfillshëm për ta. Dhe për këtë bindesh shumë mirë sepse vetëm të shikosh gjeografikisht hapësirën e Ukrainës dhe arrin ta kuptosh. Nga ana tjetër, janë një tuf institucionesh në Shqipëri të cilat mund të thoshin që ose për shembull institucionet sigurisë dhe duhet t'ja bënin të qartë publikut shqiptar një element të madh, që Serbia ka kohë që çon armë në Ukrainë dhe kjo është një nga problemet më të mëdha të Rusisë me Republikën e Serbisë. Ju e dini që në shtator e tutje Serbia do krijojë dhe një fabrikë dronesh në Ukrainë. Ju e dini që Serbia merr dhe është një nga importuesit më të mëdhenj nga Ukraina. Ju e dini që Serbia ka qenë pro të themi pavarësisë së Ukrainës sepse ata e lidhin problemin e Krimes e lidhin me Kosovën. Dhe në këtë sens, ai ngazëllimi i madh që është në Tiranë dhe në Prishtinë për Ukrainën që ishte, duhet të ishte shumë i kujdesshëm. Ju e keni parë, ne i vum emrin një rrugë me njëherë Ukraina e lirë, ne me njëherë domethënë mundoheshim si të tregoheshim shumë më tepër për Ukrainën se vende që kanë edhe lidhje organike me Ukrainën. Që të kujtoj, ju e dini çfarë lidhje ka Polonia me Ukrainën, ka lidhje të jashtëzakonshme historike, sepse dikur kanë qenë bashkë. Por keni parasysh Polonia i ka treguar dhe sinoret Ukrainës, sepse në luftën e dytë botërore ishin pikërisht ukrainasit që u përdorën për kampet e përqendrimit në Auschwitz e të tjera. Dhe kujtesa gjithmonë duhet i parapri çdo akti diplomatik. Dhe në këtë sens, edhe Prishtina dhe Tirana kanë marrë një mësim shumë të mirë, pa çka që nuk ishte ndonjë gjë e madhe. Personalisht e vlerësoj shumë atë që ka bërë zotin Zelinski për emancipimin e kulturës shqiptare diplomatike. Dhe atë pjesën tonë të mbështetjes që është pak, si më vjen keq ta them, është pak një lloj majmunerie ndërkombëtare që për të treguar më katolik se papa. Por ja ku jemi sot, kemi marrë një përgjigje shumë të mirë, madje edhe nga Beogradi që s'duhet ta merrnim se është një gjë jashtëzakonisht cinike. Por nga ana tjetër vlerësoj që Tirana dhe Prishtina gjithsesi do vazhdojnë ta mbështesin Ukrainën, se gjithsesi respektojnë parimet demokratike që ti nuk mund të pushtosh një vend, pa çka që zoti Putin e quan ekspedit atë dhe aksion ushtarak, por nuk e quan pushtim. Ben Andonin, faleminderit që ishe në program. Faleminderit.